Ministria e Punëve të Brendshme njofton qytetarët se në përputhje me udhëzimet e qeverisë me kërkesë të përdoruesve të pyjeve, NP pyjet kombëtare dhe parqet kombëtare që menaxhojnë zonat e mbrojtura, Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Administrimit të Ujrave ka dhënë pëlqimin e saj për ndalimin e plotë të lëvizjes në pyje dhe toka pyjore. Pëlqimi është dhënë në bazë të nenit 57 paragrafi 3 të ligjit për pyjet, për shkak të rrezikut të shtuar dhe parandalimit të zjarreve pyjore në hapësira të hapura. Ndalimi i plotë i lëvizjes në pyje fillon më datë 1 korrik 2025 dhe do të zgjas deri më 31 gusht 2025. Lëvizja në pyje do të lejohet vetëm me një miratim me shkrim të lëshuar nga degët e NP pyjet kombëtare dhe parqet kombëtare, përkatësisht për zonën që ato menaxhojnë. Për mos respektimin e këtij ndalimi të plotë të lëvizjes në pyje dhe toka pyjore, individët që gjenden duke lëvizur në pyje dhe toka pyjore në përputhje me nenin 106 të ligjit për pyjet do të gjobiten nga 1.500 deri në 2.000 euro në kundërvlerë në denar, thon nga Ministria e Punëve të Brendshme.